Unë jam një prokuror si gjithë prokurorët e tjerë të po. Unë jam një prokuror si gjithë prokurorët e tjerë të posaçëm, të cilit ju dha mundësia në vitin 2022 të drejtoj këtë institucion. Kushdo prej nesh mund ta drejton të këtë institucion, edhe 2022-shin, por edhe tani në vitin 2025. Ka qenë vërtet nder për mua të drejtoj institucionin në këto 3 vite, shumë intensive, shumë të brullshme, besoj edhe ju e keni ndjekur, por jo tani si drejtues, por unë të tillë kam ndërtuar karrierën time, që nga dita e parë që kam futur këmbët në sistemin e prokurorisë, dhe jam një vit në vitin e 26 si prokuror, dhe një vit kam punuar dhe oficer i policisë gjyqësore, dhe kam ushtruar detyrën, ata që më njohin e din shumë mirë, që kur kam filluar oficer i policisë gjyqësore, gjithmonë i pavarur, kam refuzuar gjithmonë çdo ndërhyrje, kam dhënë mundësinë të ndërhyj kush në punën time, kam respektuar bindjen time të brendshme, gjithashtu jam përpjekur të qëndroj besnik ligjit dhe provave. Dhe besoj edhe këto vite si drejtues i prokurorisë së posaçme, kam dhënë prova se ky është karakteri im dhe kështu jam formuar unë në vite. Nuk do i privojmë nga pyetjet, le të bëjmë dhe tjera, s'ka problem. Tani, unë e thash edhe në fjalën time që korrupsioni është një fenomen, një plagë që i prek të gjithë institucionet. Duhet ta filloj nga prokuroria. Fatkeqësisht na është dashur që të vëmë para përgjegjësisë penale kolegët tanë, prokurorë. Madje edhe që mund të kemi patur dhe marrëdhënie shoqërore me ta. Po kjo është detyra jonë dhe këtë kemi bërë, kemi zbatuar detyrën. Gjyqtar. Dhe për të ardhur tek policia, patjetër, në kaq vite, në 6 vite s'pak besoj numri i policëve të hetuar për korrupsion apo dhe për vepra tjera penale është mbi 70. Mbi 70. Po, dhe fatkeqësisht në hetimet tona kemi vënë re që kemi patur funksionarë të lartë policie, të cilët madje edhe janë deklaruar fajtorë së fundi si pjesëtarë të organizatave kriminale apo të grupeve struktura kriminale. Janë marrë të pandehur si antarë të grupeve struktura kriminale apo organizatave kriminale. Por, thash, nuk janë vetë policia, fillova nga prokuroria, edhe gjyqtarë, madje, ne kemi një çështje ku një gjyqtari është atribuar dhe vepra penale e pjesëmarrjes në organizat kriminale. Por policia e shtetit, patjetër, pavarësisht kësaj pjese e cila na ka rezultuar e implikuar në vepra penale, policia e shtetit në masën absolute, patjetër, janë djemë dhe vajza, të cilët janë të përkushtuar në punën e tyre dhe meritojnë vetëm respekt. Dhe institucioni ynë ka bashkëpunuar dhe vazhdon të bashkëpunojë përdit me policinë e shtetit në hetimin e çështjeve të ndryshme që ne trajtojmë. Të them është kjo, që prokuroria e posaçme tashmë është një institucion, përmenda, është një institucion i konsoliduar, gjithashtu ka maturinë e duhur, prokurorët kanë integritetin e duhur, profesionalizmin e nevojshëm dhe këto janë garancit që mua më bëjnë shumë optimist për të ardhmen e institucionit. Vlerësoj se ardhmja e institucionit do jetë e mirë, shumë e mirë.